Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër Arben Lusha i zhvilloi takime me banorë dhe bizneset të Perashit dhe lagjes Qafhardhi duke marrë mbështetjen e tyre. Lusha ju shoqërua nga drejtuesi politik Luciano Bocci. E kena urzu këtë rrë? Kem shokë, meq, kem njerëz, kem edhe për rrë. Zoti drejti, shoha fitanë. Tanë me bashkë. Jeta më djali mirë. Unë jam gjithmonë se në shej. Sikur me më pushi do. Mirënjohje. E kam gjithmonë jashtë. Zoti. E kena të ndryshuar këtë rrë. Respekt. Pasporin me mërbur jetë çuniri mund ta aplikosh edhe për mbështetje financiare. Tash ju keni dëgjuar shpesh nga këto me shumë mirë se janë 20 vite, por ne duam që ta ndërtoni këtë besim. Për PD. Jam PD. Unë kam Sali Berishën shpirt. 25 vjet më ka bërë nëna e me burë. Edhe unë jam e të mërshme për demokracinë. Falënderime e inshallah fitojmë. Investimet, si përmarrje, I këtë kam nevoj. bashkë do fitojnë. Po, bashkë. Inshallah ju bëj zoti marr suksese. Simpatizantit PD-s në gjithmonë. Po me vëdë do të dem 100%. Inshallah po bëjmë në ndryshim. Po inshallah. Shtetin e keni. Kjo është fasada e drejtuesit politik kryehejtutit të Shkodrës, zotit Beci. Nuk i del koha ti të merret për pastruar qytetin, por lën këto lloj kafshë të ngordhura, do të merret me mashtrime, siç i ka zakon Partia Socialiste me në kryedrejtuesin politik kryehejtutin e Shkodrës, zotin Benet Beci. Ky është realiteti I Shkodrës sot. Banorët kërkojnë zgjidhje për rrugët e amortizuara, për përmirësimin e rrjetit elektrik, për krahje për bujqësinë dhe më shumë mundësitë për të rinjt. Kandidati Lusha I premtoi mbështetjen e tij duke siguruar se do të jetë deputet në parlamentin e ardhshëm.